Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu xhalla wala falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ne do të vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar me udhëzimet e Ibn Qayyimit rahimullah, të cilat e forcojnë besimtarin, i japin një lloj qëndrueshmërie dhe rezistence karshi rreziku më të madh që i kanosni në kësaj bote, ato janë mëkatet. Këto udhëzime që Ibn Qayyim tash po i përmend, të ndërsa që kemi filluar nga dashuria, nga ato porta që do të më mbyll një herë, pastaj nëse vjen tek situata edhe më u ballafaqu qysh me triumfu mbi mëkatin, mbi të keqen e kështu me radhë. Gjitha këto udhëzime që Ibn Qayyim po jep, po e vren që janë udhëzime shumë të detajzuara. Nuk janë përgjigje, por janë shkollë. Ndallon kur dikujt i jep përgjigjen për një problem që ka 2-3 çështje i thosh që kjo është fetvaja, kjo është përgjigje. Ndërsa kaq më të detajzuar, domthon tash Ibn Qayyim Allah përgjigjen e ka shndruar në shkollë. Kjo është shkollë që i ka pastaj degëzimet e veta, i ka studimet e veta, i ka domthon konkluzat e veta, e që sa më tepër njeriu thellohet në to, sa më tepër njeriu i studion edhe i hulumton, kupton domthon sa të thella dhe sa gjerë dhe sa domethënë si janë. Kemi përmendur se dashuria dhe Allahu te barekuhu teala është në esencë baza e çdo trajtimi. Sa më tepër ka dashuri një ndaj Allahut te barekuhu teala, aq domthon më i fuqishëm është në raport me çdo stuhi dhe me çdo problem dhe fortunë në jetën e tij. Nga se dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala e bën besimtarin të jetë mbi problemin. Ose s'ka diçka mbi dashurisë ndaj Allahut te barekuhu, s'ka diçka mbi të. Dhe ai është gjithmonë e përsëritur të çdo situatë, të çdo problemi. Andaj i shikon gjërat nga një perspektivë tjetër për dhëm të atij që është, për shembull, në një nivel tjetër. Po këto më thon kështu është e thjeshtë, apo shumë është e thjeshtë më thon me dash Allahun te barekuhu. Por që kjo të shndrohet në forcë, që kjo të shndrohet në mënyrë të jetuarit, të shndrohet në mendësi që është besimtari mendon, është pastaj proces kogja i komplikuar. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah edhe në fillim atje na ka përmend se krejt çështja janë lidhur me dy forca. Forca e dijes dhe forca e bindjes, vullneti që të vendos. Që kjo është, po tash çysh mi përrecu këto forca, çysh mi aktivu këto forca, Ibn Qayyim rahimullah tash e bën nga këndet të ndryshme. Ne shpjegojmë këtë nga dashuria, ne shpjegojmë nga kjo, vjen e sheh që kryesisht si rreth kësaj. Zotën krejt jeta e njërit në lëzër është në studio. Njohje dhe vullnet. Që to është këtë. Një diçka për me bo, edhe ka vullnet me bo. Nëse i mungon dija, ka të është vullneti. Nëse i mungon vullneti, ka të është dija. Veç të dyja kur bon, njëri lëviz tutje. Kjo nuk është kuptim fetar, kjo është në çdo aspekt. Këtë në fushë të jetës njëri duhet informatat e caktuara dhe i duhet vullneti i mjaftueshëm për të lëviz. Nëse si ka një për këtë dy, njëri mbetet i palëvizshëm. Nuk jetë në orientimin e kërkuar. Por që kjo të shndrohet tash në udhëzim me mësime, duhet kogja me shpjeguar. Prandaj nganjëherë ndodhet që me e përsërit ndoshta këtë realitet, por nuk është përsëritje, por është përpjekje që me e fut në jetën tonë, në mendsinë tonë nga kënde të ndryshme. Sikurse mund të themi për edhe Kur'anin. Sura Al-Ikhlas është 1/3 e Kur'anit. Jo në kuptim të sasisë, madhësisë, 1/3 e Kur'anit i bën 10 xhuza, i bën 200 faqe. Sura Al-Ikhlas ka 2 rreshta. Në çfarë kuptimi është 1/3 në aspekte përmbajtëse. Në 1/3 e Kur'anit, nga se Kur'ani është i ndarë në 3 pjesë. Tauhid, adhurim edhe
përfundim. Ku është fundi njerëzve? Ku ka më kon fundi tyre? Të cilët e zbatojnë apo nuk e zbatojnë tauhidin? E adhurojnë Allahun apo nuk adhurojnë Allahun? Ku ka më kon fundi tyre? Edhe në dunjë edhe në ahiret. Në Allah ka folë për pejgambert, për këtë dunjë çka i gjon ata të cilët zbatojnë edhe nuk zbatojnë, edhe ka folë për ahiret çka i gjon ata të cilët çka është Kurani. Në një e treta e Kuranit është tauhid. Krejt tauhidi është i përmbledhur ku? Në surën Al-Ikhlas. Çato kuptime është përsëritën. Me shembuj me, po çaja është në fund domthon, çaja është. Madje krejt kuptimi i Kuranit është në surën Al-Asr. Krejt, domthon. Jeta e njerit që synon Kur'ani me orientu dhe me organizu ka duhet në surën Al-Asr. Që ta ka Imam Shafi'i rahimahullah, sikur njerëzimit të zbriste vetë surja Al-Asr, le kefetum. I mjafton surja Al-Asr veç apo. Çfarë që kanë kuptuar thellu ulemat surën Al-Asr. Sepse Allah betohet në kohën që është esenca e lëvizjes dhe ekzistencës tonë apo. Pastaj njeriu është në humbje. E nëse nuk do të më humbje, që rruga e suksesit. S'ka tjetër, shumë është e thjeshtë. Por njerëz se kuptojnë kaq thjesht, pastaj vinë shërimet e shembujt, po çdo sillet këtë punë. Prandaj edhe natë më kuptoj që esenca e përgjithësisë si bëkëmi drejt drejtum këtij njeri, edhe neve këtëve. Nëse doni më shpëtuar nga gjunahet, duhet të pas dije, e duhet të pas vullnet. E çfarë dije, çfarë vullneti tani ta shpjegojmë këtë. Po çdo dije komplet, më shumë s'ka. Tash më kemi më thot, këtë pjesë do të flasim sot, ka më tepër koncentrim dhe fokus edhe vijimi ka gjë material në këtë drejtim. Dhe më kemi rahimullah tash flet për më herë ka qenë domthon shpjegimi për funksionimin e zemrës. Zemra me kon dashnia ndaj Allahut te barta apo tash flet për funksionimin e mendjes. Njëri është krijesë që ka arsye, ka mendje apo. Nëse njëri e përdor mendjen si duhet, nuk shkon gjuna. Edhe me mendje nuk shkon gjuna. Për shkak se mendja është krijuar të jetë në shërbim të imanit. Po kur nuk është funksionale, kur nuk është e përdorur si duhet, atëherë kryen role të tjera në të kundërt asaj që Allah xhallahu ka dhënë njeriu. Dhe në Kur'an ka shumë, domethënë ka shumë ajete që Allahu xhallahu i flet logjikës apo. Nuk kemi nevojë të përdor argumente logjike jashtë Kur'anit. Ne do të tentojmë për shembull ajetet kuranore, argumente kuranore dhe argumente logjike. E argumente kuranore çfarë janë? Po janë logjike. Nuk ka argumente që i flasin më direkt, më të fuqishëm logjike se ajetet kuranore. Logjikshme. Andaj kur Allah thotë em khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, au krijuan nga asgjëja, apo ata janë krijuese të cilët ku ti fol Allah kështu, si fol emocioneve. Se me këta njëri s'kan, po këtë njëri lëviz mendit, ai normal, ai krijuam, pika ke artë. Nuk është kjo goditje emocionale, po kjo është goditje racionale. Ka ajete që flasin emocioneve të njerit. Po ka ajete që flasin edhe aspekt racional të njerit. Në Kur'an, komunikimi i Kur'an me racionalitetin ose racion e njerit shumë të. Me mendjen e njerit, me logjikën e njerit, shumë të anë. Nga se Allah është krijuesi i mendjes, edhe është ai që e ka zbrit Kur'anin. Dhe më kemi rahimullah këtu, domthon rreshtat vim, koja shumë i flet edhe mendjes apo. Normalisht, mendja dhe zemra është shumë lidhur mes vete. Normal. Por po flas për atë pjesën logjike të njeriu apo. Jo veç ato të besimit, po logjike të njeriu apo. Thotë më kemi rahimullah. Këtë që përmend me tash në hyrje të këtij kapitulli të ndonjëherë është mund të them rregulli kryesor për jetë suksesshme. Në kush e kupton që ta e ka kuptuar rregullin kryesor të jetës. Pse? Nga se njeriu në jetën e tij të përditshme, suksesi edhe dështimi i tij varet mbi shkafit prej vendimeve të tij. Ke marrë vendim të dur, ke marrë hapën e dur, në bazë kësaj i suksesshëm i dështuar. Apo një person që flan, edhe pse edhe kjo më po kuptim nuk lëviz. Son thosh me pozicionin çfarë ka, po
për shembull, i ka marrë vendime të gabuara, por nëse ka flajt në kohë që s'do të vlet, gabimi ka qenë për shkak të shtrirjes. Po kur ka hyrë në proces të gjumit, prostohet më kurrë. Që rufi al-qalam, lapsi mos shumë për ta. Lapsi është shumë për njërin kur është në gjumë, ti amirën përsi për ondër që i ke papën. Gjuna për këton haram e ki, bët të u papën. S'ka ondër, nuk është mukellef, nuk është ingarkuar me përsi kur është në gjumë. Nuk është me përsi. Kur është i zgjuhet, po. Kur është i zgjumë, s'ka që po marrë vendim. Vendim me fol ose me hesht. Vendim me menu për këtë punë ose vendim ose menu për këtë punë. Vendim me nejt me qëtë njeri apo mos me nejt me qëtë njeri. Vendim me marr pjesë këtë prangt, mos marr pjesë këtë prangt. Këtë jetë është vendime. Këtë jetë është hapa që njeri merr. Këtë jetë është përzidhe duhur. Veç, a ke bo përzidhe duhur apo se ke bo përzidhe duhur. Nga se në jetë ki shumë oferta. Prej sprove të kësaj dunjaja është se ka shumë oferta. Ka shumë oferta. Dhe kur Allahu te bardha të ndëzë, kjo është fik i rëndësishëm e kuptuar. Kur Allahu xhallahu ala e përmend se e ka zbukuruar dunjan atë. Zuyyina lin-nas. Zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawat. Njeriu i është zbukuruar dhe i është bërë joshëse dashnia për këtë botë. Allah ka përmendur nga natyra e njerëzit është me dashur këtë dunjë. Don gjë me kuptu se ofertat janë atraktive dhe njohëse. Duhesh kogja me pas, domthonë zgjuarsi, edhe kogja me pas suqelsi për mund me marr vendimin edhe për zgjedhjen e duhur në çdo lëvizje dhe hap tjetër sona. Shumë rëndësi apo. Edhe ajo që e përcakton të ndërruar për zgjedhjen e duhur janë standardet që ti përdor. Epse në shpjegimin e përgjithshëm standardet që i kemi përmend janë standarde për këtë njerëz. Si formulim. Pastaj si funksionim dhe përdorim dallojnë. Pse e bën këtë Ibn Qayyim rahimahullah? Do të thonë që Ibn Qayyim rahimahullah se çfarë ti i cili, ke marrë vendim për këtë mëkat. Apo vendimi për mëkat që e ke marrë për me sutja. A din ti deri në atë mëkatim, çka ka ndodhur? A din çka ka ndodhur? Për shembull, të nëzër, nuk është gjunahu dhe gjuna. Jo, gjuna është finalizim i një procesi që është ma problematik, ma shumë se vetë gjunahu. A që është? Në gjuna është shkelja. Po mirë, që e shkelja rastisht s'ka ndodhur, as në efekt, po ka qenë një lloj, një lloj lufte e zhvilluar ku ti ke hub. Ti ke hub. Për faktin që ke rënë gjuna. Nëse për ty që e gjuna, ka njerëz për ta nuk ka që e gjuna, për to që e sukses. Apo, pandaj ai me standardet veta ka kur sukses. Edhe aty s'ki që e thush mu. Aty vi duhet mi kallëzu që tash do të më shku ma në fillim mi kallëzu se qysh përcaktohet suksesi edhe humbja. Një besimtar i cili din se që kjo gjuna, pastaj bjen që gjuna, nuk ka punë gjunahu. Po është punë që, domethënë, shumë procese janë kompliku edhe shumë çështje kanë ndryshu te fatkeqësisht derisa ka ardhur tek mëkatimi. Nuk është çështje që thjesht me bëj gjuna. Jo, sa diçka ka ndodhur, pse bën gjuna? E tash më kemi rremulla ta godet logjikën atë. Ai për të përdorur pak mendjen. Tash hajde me mend të kuptojmë gjunën. Atje e kuptojmë gjunën me besim, me zemër, me të këshia qiko. Hajde të kuptojmë pak, të analizojmë dhe të çmontojmë pak. Po them kushtimisht gjunahun ka aspekt logjik atë. Ka aspekt logjik. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot wa qad taqaddama, e kemi përmendur se domthonë njeriu la yatruku ma yuhibbu yahwa. Njeriu nuk e lën kur atë që e dën dhe e lakman, apo përveç se për diçka që ma shumë e dën dhe lakman. A që kjo është logjik? Në sen që e du se lo, ama kur ka diçka që ma shumë e du e lo. A që kjo proces i logjikshëm të njëri, po
Thot, dhe e lën gjithmonë ato që ma pak e don, për të fituar ato që ma shumë e don. Që kjo rregull të ketë njerëz. Tash ky e don ma shumë veten, a e don venin, a don Allahun, s'po flasim kën e don. Po si dashni që këto funksionon të mirë apo. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Sikur që njeriu apo nuk bie në atë që e urren, përveç nëse kosto e kësaj është me fitu diçka që e don më shumë se këtë që urren apo. Po ja vlen. Ja vlen. Për shembull njëri e don gjumin, e don rahatin apo. Nuk do të punu apo. Mi po kur që fiton, fitimi i parës është më i dashur se sa domthon është më i gatshëm me pagu për dashnin për parë se për dhimbjen që ja prizhumin apo. Andaj ka kalkulim. Patjetër. S'është rastisht ai që ka dhënë, ai ka bërë kalkulime. Domethënë jeta është kalkulime, edhe këtë është domthon qëndrime. Këtë është jeta. Me ti dikush, pra një punë caktuar, edhe tu flajt. Ti merre me aso shpejt e ndot të shkart, ama s'ka çare pa pos kalkulim. S'ka çare pa u ndërtuar një vendim bazë të kalkulimi, apo. Po shkoj se po kietë po shkoj pa më thirr baba, apo pse? Pse thirr është më e fuqishme se sa thirrja e parë. Ç'është funksionon? Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah. Dhe kemi thënë se në khasiyet e aql, që kjo është se e veçanta e logjikës, e mendjes është se gjithmonë i jep përparësi asaj që don më shumë ndaj asaj që don më pak. Dhe gjithmonë logjikisht njeriu pranon apo më u përball me një dhimbje më të vogël ka një dhimbje më të madhe. Gjithmonë. Një logjik më thon që për shembull, a do më të rrok flama kanceri. O që olla kanceri, ti thua ti mas parë kible me mend tani me smundje tjera. Është normal kjo më. Njëri nëse është para dy dhimbjeve, logjikisht gjithmonë me dhimbjen më të vogël ka dhimbje më të madhe. E tash kur shohim defekte të njerëzit, ku problemi? Ai nuk din çka më dashur, çka më urrit. Që ta ka probleme atë. Ose e din, ama ka tash Ibn Qayyim rahimullah fem me kallu se pse s'funksionon kjo punë. Apo kupton logjikën? Çka është logjika? Këtë tjetër çka? Këtë tjetër. Ti veç duhet me ditë tash çu shpjegon s'po do mi para prezantuar. Thot Ibn Qayyim rahimullah. Andaj la yatimu lahu, nuk ka mundësi njeriu kur don me arrit këtë funksionim normal të logjikës. Çfarë është funksionim normal të logjikës? Me marr atë që don më shumë, duke e braktisur atë që don më pak. Edhe me pranu një dhimbje më të vogël, duke eliminuar një dhimbje më të madhe. Don që të funksionim të duhur të logjikës, njeriu nuk ka mundësi me arrit kur përveç se thotë Ibn Qayyim rahimahullah bi amrayn, me dy çështje. Quwwatul idrak wa shaja'atul qalb. Don me përmes këtu për forca i mërton pak më ndryshe, po realisht kanë dallime të vogla, po kryesisht ka bëjmë ato forcat e fillimit apo. Atë quwwatul idrak, forca e kuptimit apo. Edhe forca e zemrës apo. Të zam, forca e kuptimit ton, sa e ke kuptuar ti tamam që dashnia. E ke kuptuar tamam që dashnia ka vëllai. E ke kuptuar ti çaj bën me dashur, e ke kuptuar. Sa më tepër e ke kuptuar, më tepër ajo ka më avancuar. Kjo është domon që nuk është fatva sheratike. Kjo është ligji i Allahut te barekuhu teala, i padyshim këtë njerëz që funksionon. Këtë njerëz që funksionon. Këtë njerëz që funksionon. Ma e shiko ku të ka thuj Ibn Qayyim tash, të ka thuj në nivel të përgjithshëm njerëzor, ku njerëz këtë dietën çfarë e quajnë apo. Varësisht me çfarë referencë shërbehen. Varësisht me çfarë referencë shërbehen. A referenca që ka dhënë, kanë duhet të marrë më shumë, e kanë më pak. Çka dha më pak, çka dha më shumë, çka është apo? Çka është? Edhe thot Ibn Qayyim rahimahullah. Fa inna at-takhallufa an dhalika. Thotë gjithmonë dështimin këtë pikë. O njëri i jep përparësi një dashnie më të vogël duke një më të madhe. Veç thot për shkak se është xahil. Si një senet mirë. Nuk din që këto të ndonë më shumë, po, nuk din. Ose thot ka dobësi në zemër, thon. Në dobësi në zemër çfarë? Thot ky njeri domthon e din
po s'ka fuqi me Allah me lëviz. Nuk mundet apo. Nuk mundet apo. S'ka zemrën e ka dopt apo. Në çka do të më bëni apo? Do të më forcu mendjen me informata dhe me forcu zemrën me bindje. Kaj që to është vallaj, s'ka të apo. Kaj që kjo. Me dia apo. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot nga si i tilli, që kjo është në vëzër, ka reshti, adin donë sëqarus i krejt problemeve tona. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot nga se, kjo njëri, që kjo thot, innehu lem yudrik maratib al mahbub. Nga se kjo nuk e ka kuptu klasifikimin dhe rangimin e atyne që du të mi dashtë. Nuk thot kjo, nuk din këm me dashtë. Po nuk din sa me dashtë. Ne që të këna pëllim në. Që shkonon të fakrit e. Nuk ka pëllimi të dunja e me e pas. Jo, po të distanca me stje me sa. Që këna është pëllimi. Sigur se kemi se shemë e dilit. Dili është bënimi jetës. Ama, por veç kur është në qitë distancë. Veç, është bënimi jetës. Shkencëtarët e kanë konstatu. Apo, e dini. Nëse ndronë distanca, ndryshon edhe pastaj edhe funksionimi edhe përfitimi. E vetmja mënyrë me përfitu nga dielli për jetën është në qitë distancë. Veç. Elhamdulillah që krijuesi i diellit ja ka përcjell distancën. Se me nalon neve, ne e këshum kallë më të jeptën. Pe lakmis me pas manzet. Apo e këshum kallë më të jeptën. Ja e këshum ngri, apo duke e qumë malal se për në ven zhag, po aja ka caktu, me ne ka lëzu që funksionon tash jeta. E të me kemi ka i dilli, që Allah na ka vendosur në kompetencën tonë. Shembull e ki dillin e madh Allah xhallahu ala. Shiko, veç në distancën e përcaktuar me standard e krijuesit, ja shehojnë apo. Prishet distanca e krijuesit apo, prishet jeta apo. Shembull e dilli. Bëma një shkencëtar që do të kundërtën, nuk gjen. Ata vetë thonë na kanalizu. Po ti ishte më afër do të digjeshim apo. Po ti ishte më lart do ngriheshim. Veç nga që distancë dielli ofron komoditet edhe jetë në dunjë. Çështë është edhe dashnia. Për shembull, asnjë musliman nuk ka mundësi mos me ditë se a duhet me dash Allah në jopën. Ja valla. Allah jo muslim, po një në dunjë. Shko çdo musliman, solla që i njëran me kon. A duhet me dash Zotin që nuk duhet, po ne duhet. Do nuk është problemi a duhet me dash. Këtë problemi sa duhet me dash. E na çto nuk dim sa me dash. Nuk dim sa duhet me dash Allahun te barekuta. Sa është aq më. A do të thotë me Qayyim rahimahullah, problemi është se kur të bëjmë në rangimin e atë që duhet me i dash, gabojmë. Nga se rangimi nuk bëhet me standarde të duhura. Nga se po të bëj rangimi që është duhet, atëherë ka problem vullneti. Ose mendja s'funksionon. Atë njëri s'është kujdes për ta, është e pamundshme. Është e pamundshme. Është të vëllezër, qëre, edhe njëri, për shembull, edhe shkenca ka teste me atë të dikujt kapacitetin mental, apo ka ndosë thotë kjo është, kjo po edhe krim kur bën dikush, apo mirën parasysh për shembull testet e aftësisë mentale. E ato janë rrethona kanë lehtësuar se ka gjë për dënimin, se jo. Ti s'ja ka pa Allah. Ky s'ka ka perceptim hiç që ka këto bab, që ata e kanë rrjedhur. Apo, por sa kjo është diçka tjetër se ky nuk din ta bëjë klasifikim. Pse ka problem mentale. Kjo është jashtë trajtimit ton. Po njëri që ka aftësi normale të funksionimit të aspektit mental të tij, apo nuk ka mundësi ndryshe me uzu pas ashtu, se këto rregull Allah, këto rregull pa ndryshueshme. Që Allah që ashtu e ka ndërtuar dunjan apo. Prandaj edhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, problemi është tek rangimit e klasifikimeve. Prandaj edhe tek gjërat e pakëndshme, edhe të gjërat që sillin dhimbje. Edhe këtu ka problem në klasifikim. Nuk dhe mi rangu. E din se kjo është, për shembull, këtë musliman besojnë që ka xhenem. Po nuk e din sa dham. Ma shumë ju dham një humbje në dunjë se xhenemi. Që ata e prishin rangin, se me dita i sa dham atje. Këtë dhimet i bën kabul të, s'ka gale të dham. Po se ka ala të kristallu me sa dham atje. Përsa Allah fletë shper për xhenemin, me në kutu, a një sa dham. Këtë emët e xhenemit të rrëzë janë similimet të dhimbjes. Apo, Gjahim është që i djekë fort, Gjahim. Elim është që i dhamë shumë.
Në këtë emrat e xhenimit janë sinonime të dhimbjeve, apo të mundimeve. Asnjë emër i xhenimit nuk është emër i cili për shembull tregon diçka jashtë natyrës së mundimit, edhe dhimbjes. A ka një emër xhenimit që ka, po që s'ka të bëjë me vujtjen? S'ka absolutisht. Këtë emrat e xhenimit janë sinonime të mundimit, e dhimbjes edhe vujtjeve. Këtë, apo. Pse Allah I ka përmendur kaq shpesh? Që sa lexosh Kur'an, çdo dhimbje në dunjë që shkaktohet për shkak të një humbje, sprove, çka do kohë me këtu që ajo është më e madhe. Domethënë, çfarë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Pa na ka dhënë mësimin e qartë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kë që e godet ndonjë sprovë, le të kujton vdekjen time nga se unë jam sprova më e madhe. A përdor muslimanët humbin e pejgamberit sprova më të madhe? Jo, asnjë mungesë në tibela njëtë, fatkeqësisht. Ka problem rangim Allah. Ka problem rangim. Kur ka shku Abu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala anhuma me vizitu atë gruan që e viziton të pejgamberin çdo herë në Kuba, don Milhan radiallahu ta'ala anha e kanë gjetur duke qajt. E kanë thonë, oj non, po shku të Zoti vet, ai ka mënuar që po kanë që s'është pejgamberi, ato s'po kaj ku shkuaj. Po ka që mshil qielli më opën. Kush na flet më pe qielli apo? A kuptoni fikun e kësaj gruaje apo? Shikoj ku ka pas provën atë. Don kur kemi rënë mos pajtime ose kena pas të lashe, fol ke qielli. Tash mshil qielli, kush na fol tash apo? Tash do të vet më gjind. E kur bum na më gjind vend ç'a bëjmë na apo? A kuptot? A në këtë mos pajtim që në musliman, këtë kishë musliman më shumë, a e ndin mungesën e pejgamberit musliman? Jo, nuk e nin këtë mungesë, absolutisht e nin. Me më vetë, a i shkon mirë me konë, po mirë i shkon me konë, sahi, a i ta më puna me unë sështë mirë me konë, por a e nin atë në shpirt mungesën që apëton, pejgamberin nga kështë mësu që shtonë. Se nin mungesën, se për neve vdekja ti nuk ka sprova, apëton. Po të këtësisht. Për shumë musliman vdekja pejgamberit nuk ka sprov për ta. O sprov për Abu Bekrin, që u kon shakitin, e ka u pishak. A më nëse këna po, nuk ka sprov. E pa që kjo është të më kajme, që to e ka defekt të asnjërt. Wallahi kjo spagut me parë këtë dëmi vëllazër. Ose spagut me çat do koftë. Me të kallëzuj që to e ke dhimbë në Allah. Merre një letër, edhe shkruaj. Kan duhet me dasht, edhe kan s'duhet me dasht. Edhe sa duhet me dasht, edhe sa s'duhet me dasht. Edhe qësaj letra thuj, sa dhe tutje, ti më kalëzë mu ka me shku tutje. Rahati. Ama pa klasifikim, sa duhet me dasht këta, së më shumë. Përsa nësë në të ube, që atë Allah zëllë? Kull in kene, thuaj, nëse babalart, djemë, familë, këta Allah në kam së mi dasht. Kush kam së mi dasht babën? Allah në gjellë vala. Mas me dasht babën, dënën zotë i gjellë vala. Ta shkëtu në surën të dhe të përlemër me dasht babën. Shla? Ja, thot, nëse këten e habbe i lejkum, ma dashën, që atër bëhet problem, se mi dash, duhet me i dash, thot. Allah, kjo është fikrim, Allah, e habbe i lejkum, se kush? Se Allah, se pejgamberi, dhe lufta rrugë zotë, thot. Kur baba bëhet se bep, mës me ngu zotin. Probleme ke dash shumë, që ka së këmë thonë me dash. Në gjithë mund këto të primet, shka këtojnë, debalans. Gjdo debalans, s'ka qëre pashka këtë dërshtim. E më ka ti qka është? Shikosh, këtë proces i qëtyre debalansave, i qëtyre çrregullimeve, kaoseve në listën tonë, ka mëkati. Se me kon listë e rregulluar, s'vjen me të mëkati atë. Kur s'ka mundësi. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, a kjo ndodh imma li dha'fin fi nafs, apo mu'ajzi fi al-qalb. Kjo vjen për shkak ignorancës ose thotë zemra është lik, la yutawi li ithar al-asla. Sindiman zemra, si janë gjatë dorën Allah. Badjava i dënë, pas s'munët Allah, nuk munët Allah, zamër e dëpt, e pësa është e dëpt, djetë, është dëpsu me zika tjetër atje, në mënë do të me njësë me e forcu zamërën, do të me njësë me forcu digën, me ditë do ka me njësë rukëtimin, dhe tek forcimi edhe stabilitet në rukët Allah të barëke, të barë të Allah. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot, fa idha saha idraku, nëse i ka kuptimet e duhura, i çdo kuptim, sahia i ka, kuptimet e duhura, edhe ka zemrën e guximshme, jo frikacake, jo tuz, ka frikë më marë vendimin e tëubës, zdi, kjo zemrë frikacake, për sa të e kom përmendë sërë, vendimi është hapi më i guximshëm që me njëre,
A që të me thonë që unë e mo që shkëm rrusë rënaj. Shkëm që e gudzimshme. Gudzimshme, teube është shumë e gudzimshme. Përqë ata është vepra e vetme që e shoqëron njërin gjithmonë. Se gjithmonë se kur se kupton njëri çaj vjen me teubave. Apo kuptoni? Sigurisht për shembull musliman thonë la ilaha illallah. Me kuptu musliman tamam që thonë la ilaha illallah. Po më në kuptim pozitiv i shkon ndryshe, po në kuptim tjetër është ai ishin mata me thonë ajo. Që mat kur është e Mekës, se kanë kuptuar çka i bën. La ilaha illallah. Por si Ibn Qayyim rahimahullah pastaj në kapitël e arshëm fillon të ashtu mi shkoqit. Për një kapitël ka komplet me të kallzuti, logjikisht a din çka ka thonë. A din çka ka thonë ti valla? Ti çfarë ka thonë? Po kur e thuash të i bën çështu llapën, çështu i bën. Ti veç domon i bën që s'po di çka ka thonë. Çikash logjikisht. Andaj i thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nëse njëri domon i ka kuptimet e duhura dhe ka zemrën stabile, guxim valla, ka trimni, merr mendim me dur. Në sofri ka cak, edhe matet 100 herë, apo me kalkulimet e ndryshme të caktuara që ja shtojnë frikën pe anës shejtanit dhe nefsit, kur vendim smeraf. Kur absolutisht. Andaj vazhdim thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot kjo është ngjajshëm edhe një të përditshme. Kur mjeku i thot një pacienti, gjendja jote nuk e përballon këtë lloj të ushqimeve. Nuk bën. Se i smut për sheqerit, për shembull, ose i smut për mushknive, për shembull, apo nuk guxon, ose i smut për vezhve. Çfarë do? I thot mjeku, ti nuk gjendja nuk e përballon këtë ushqim. S'ban. Se ti e shkatron vetën tonë. Ai prap han. E prap e bën çata. Ç'ni çka i thonë thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë në gjuhën tonë i thonë njëri lika, thotë. Që s'po ki mundsi një gojë me mshël me ruçnetën tona, e çka vlen ti për veten tonë më? Nëse njëri nuk i vlen vetja sa një kafshot buke, ç'a vlen ai vëllai? Apo. Nëse shneta jote s'ka vlerë, se shneta është jeta, rahatia jote, po edhe rahatia familjarët tu që ka rebon mas te kur smuash ti apo. Që ata s'vlen për ty sa i kafshot me lon tjetër, çfarë njëri ti vëllai? Apo kuptoni? Çi kanë? Sa është serioze situata, zban me bo. Nësë të kuptoj njerës të, a ke pa së më konë dhe epshi i fortë, nësë më konë epshi dominant, që në punë e cigarës, që punë e cigarës. Tash kompanit e kanë të obligu me qitë duhani vret, e shen njëri, në balirin e gjithë paketimi, duhani vret, shkjente që a i besën të, ka njerë që zëtë e kanë shkencën, sytë ti nxirin për shkencë, që e shkencë, që i zëtë i vetë i dhëtë vrat duhani, edhe nuk kanë gjendë me lënë, s'moja. Nuk ti si më nga ndia, kjo edhe me mungu, dytë për të shesarë, të bleshe, vrat. Qa ka këto? Ka dëmënim të epshëm. Edhe shkën smurat, domon, humbë bugjetin e shtëpisë, helmën antarët e familjes, nesër smuret, apo marrësh ngarkon bugjetin e shtëpisë për ilaçe për shërim, ngarkon familjarët me kohën që duhet më nda për te, disponimin e shtëpisë komplet e kthen në mërzi, sorti smut, apo krejt këtu duhet me pagu kosto, këtë familja për një epsh të jetën. Që kjo burra, a i thënë që ti njëri trema, a i guzim shma, ja Allah, i thënë njëri lig, apo kupton logjika, që edhe të njëri, i lig i thëtë, tash po të përgatit me kajim për matutje, nëse që kënë qëtë nivel është i lig, me bu me shku pak matutje, apo, për Zotin Gjellewala, për të punë tjera që të thëtë, më shele gojnë, më sërti se, e aty sa i ligi aty, ndaj problemi është i qartë, tek i përlev, më shele që ta edhe qartë, unë s'unë që me ta më shele ty dirë në kësaj punë, e për mene paroditim me një ven, gjash me këtë, po, ka të bëj me qëto probleme të vëzërë. Ka levin do njerëz edhe thonë, balla hoqë u bo shtirë njëri sot me zim për kujtë e marë fejnë, një njerëz, një YouTube thot kjo kështot, kjo thot shto, zini ka me ngu, u bo paka, për të nësane, kjo thot për ta, kështot, anë kohën, edhe këto ankesat në vëzër, zakonisht ndikojnë pasaj në plagështim të imanit tanë. Edhe ka njerëz që pasoj të ankesat tilla e kalon fejnë kajtë. Mirë. Kër e shikojmë tash kronologjin e problemit, që shka njës këmë e kuptu që ka lloj sana, kur të ka shtime shku që atjemë?
Për shembull, kusht ka shti me shku me ngu filon apo? Kusht ka shti? Nevoja jota? Jo, ti din që s'kemi për të punë. Kusht ka shti? Dëshira për e përsi. Me ditë diçka që ka tjerë s'din, edhe unë me konë në gjendje me gjyku tjerë se unë jam haku atë e mbatili. Që saj që thujnë hak, as fej, kësoj thujnë epsh. Do në ti këllën hapsir epshit me të udheq në labirinthin e njohjes së fesë. Fala talumu ila anfusakum. Allah xhenemi i thot kërkon mos e shani. As to ti vetë ki faj. Vetë ki faj. Na vini as Allah xhallar s'po kallzojnë ta po kallzojnë. Këti kanë kallzojë xhallar. Wallahi kush unë mendoj që ka mjaftu shumë material, një njeri me pështu pe këtë probleme shku në xhenet kush do më rnu. Kush do më pështjellav e me një tema që nuk i takojnë, e me zgjidh edhe problemet e dunjos, ka i vetë me dëshirën e tij. Ama çështja është e qartë. Çështja është e qartë. Me besu Allahun, me fal namazin, me urit pi harameve, me bo mirë. Qëto për shkak çto mësime. Ata përcjellin fen era? Korrov. Ama filoni pi ulemave ka ron bidat. Ky ka deviju. Librat e këtij s'bën mi lexu. Ço tema për shkak çto, a garantojnë stabilitet? S'mund me garantojnë. Për shkak se kapaciteti i tij për me njoft, domthonë nuk është i tillë që me ngrit në nivel të zgjidhjes, po e ul në nivel të problemit. Prandaj edhe dallon të ndonjë sikur se përmana në rast, dallon kur dikush i qaset në këtë rregull, wallahi për shumë çështje në ju. Ka njerëz që mirën me disa çështje për shkak të përgjegjësisë, edhe ka disa njerëz që mirën me disa çështje për shkak të epërsisë. Apo. S'ka tretën. Nuk ka tretën. Me punë që po mirësh vetë vetën sinqer, vetë menën tonë, a jam përgjegjësi e jam ajo ju. Le. Sa është puna jotja? Nga se në momentin kur nuk është përgjegjësi e jotja, apo ti duke marrë me to kimilon përgjegjësitë tua. Dhe arsyeja që shtyn më marrë me këtë punë është tendenca me qenë në epërsi ndaj dikujt që ti din diçka që dikush s'din. E kjo është epsh. Ne s'ka problem YouTube-ja. As vetë të problem është zemra jote Allah, e cila është e dominuar nga epshi. E normal, të ndozë mi thon dikujt shkruaj tmetet e tua, e merru me tmetet e tua, e këshire problemet e tua, e pendo për gjërat e tua, që kjo me një anë, dhe tjetra, shkruaj tmetet e dikujt tjetër, e merru me tmetet e dikujt tjetër. Epshi ka jamon atë. Ka është më lehtë me majt fin. Dihet vëllai. Çfarë më lehtë me fin të shajt, e të ofenduar, të kritikuar, të lënë çështë të folë. Çka është më lehtë? Prandaj është komplet çështja e fsharakave. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Andaj thot fa aslu sharr. Shiko, esenca dhe baza e çdo sherri, thot Ibn Qayyim rahimahullah, është ose da'ful idrak, kuptimi i dopt, informata zbehura, të dobta, të pakta, të mangta, edhe domethënë dobësimi i zemrës, ose e quajmë Ibn Qayyim rahimahullah dana'atu nafs, subhanallahu, Allahu na ruaj pikësaj. Dana'atu nafs është likësia e shpirtit. Ka njëri bën kabull nefsi më me gjithçka. Që ka njerëz për shembull që ju për shkak të besimit, po kanë karakter, spranon për shembull çdo temë marr, spranon çdo çështje ja ato. Po ka njerëz që s'po them që kanë besim, po natyrshëm për shembull nuk do të marr pjesë në ndonjë takim që thuret në një kurth predikantë, ja, për të thënë mos më thënë valla. S'dan ato. Pse shpirti i sot, a ka shpirt lig tillë ato që do veç lyp me nuhat ku ka kurtha, ku ka mashtrime, ku ka gibet, ku ka shpirt e ka lig që zot na rut, shpirt lig ato. E thotë më ka vëlla shpirt ligësia, apo pa mundson lëvizjen e zemrës ato. Qase çaj është poshtë, duhet ka gjë forcë e madhe me ngrit deri nivel 0 për me lëviz ato. Allahu na rut. E pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, fil hubb wal irada, dashuria dhe vullneti, irada vendosmëria. Thot janë esenca e çdo veprimi dhe fillimi i tij. Dhe urrëtia dhe dhimbja janë esenca e çdo refuzimi. Do dashuria dhe vendosmëria esenca e çdo veprimi dhe fillimi i tij. Urrëtia dhe dhimbja janë esenca e çdo refuzimi dhe mospranimi.
Sa ma te për njeri ndin dhimbjen prem se pune, me qef se pranon. Imponim po, se pranon, që një pranon dhimbje. Që kjo është esenca e krejt, apo. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa hatani al-quwwatan, çdo dy forca janë domthon esenca e lumturisë edhe e zhgënjimit edhe dështimit. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah flet edhe për një çështje tjetër. Domthon kjo është çështja që ka të bëjë me këto dy forca. Ka një sens tjetër që i duhet logjikës apo. Aja është tash Ibn Qayyim rahimahullah me një kapitull tjetër flet për çështjen që logjika gjithmonë, domethënë, gjithmonë e përdor. Por ku është problemi? Tek limiti i përdorimit apo. Çdo njeri mençur, që punon mendja e tij apo, në çdo veprim shikon pasoja. Në pasoja apo. Kjo është normal. Varësisht ku e ka limitin e shikimit në pasoja, përcaktohet vendimarrja e tij po ose jo. A që ashtu? Normal. Nëse dikur, për shembull, të marr shembull. Një nxënës kalkulon shkollimin e tij, për shembull, duke shikuar në pasojat në fund të javës. Në fund të javës. Në fund të javës s'kan me pyet, s'ka nota, s'ka kurrë, ik mungon kështu më radh. Domthon, nga se fundi i javës nuk ja alarmon situatën si të rrezikshme nëse nuk mëson, nëse nuk shkon në shkollë. Po nëse e shtyn limitin e shikimit pasoja deri në zyrtar, a do të jetë i njëjtë rezultat? Ja, sa një rezultat, absolutisht. Njëri që për shembull, hajde më shumë të për të nxënësëm. Njëri të ndërmjet i cili e merr rrugën fillet mujt. Edhe po them kushtimisht e ka rrugën 1000 euro, kushtimisht atë. E ka para vetës, për shembull, me bleni diçka që sot domosdoshmë. Çaf, epsh atë. Që kushton 700 euro. Ai të për me ble këto, mas pari kalkulon 1000 rroga tani apo. Nëse kalkulon në bazë ditore, 300 euro për 2 ditë ndalin ball, apo kjo blen 700. Pse? Se niveli i pasojave ka qenë 2 ditë apo. Për 300 euro dalin apo. Nëse niveli i pasojave shkon deri në fund muajit, çfarë dalin? S'e blen apo. Në varg ku e ke qiu nivelin, çfarë kemë përcaktuar edhe veprimin ato. Andaj logjika shikon gjithmonë pasoja. Logjika shikon pasoja. Tash bindjet e tua, njohuritë e tua që ti i morë më herët, apo që tham, ku e vendosin limitin e pasojave? Mbashët i limitit pasojave që i sheq atje, që të jenë pasojat. Nëse çaj limit është aktiv, është tamam, i vërtet, ti beson të, a ka ndikim në vendime, s'ka ndikim vendim? Që është ka? Wallahi ka shumë ndikim vendim. Ka shumë. Problemi është mungesa e kalkulimit të nivelit të pasojave, jo të pasojave. Se si pasoj njeri pa kaluar çka selan. Ja, kalkulan dikonaj. Dikon kalkulan. Për shembull, ka njerëz që kalkulojnë, për shembull, në udhë blan zina, bën domo zina. Çka kalkulon? Kalkulon veç nëse është i martuar, mos më vesh gruaja. Audhu billah. Ose mos më vesh për shembull fëmia. Çaq. Nëse çit nivel e kalon të pasojave, ai vazhdon. Vazhdon tutje, s'ka problem. Me vjedh e ka ose me vjedh. Ai për shembull kalkulon veç ligjin. Nëse që ti ja bë qarëm, ai vjedh këput, ai s'ka problem. Pse? Pse pasoja që logjika e ti po i kalkulon në veprim ose në mos veprim, tashmë janë të eliminuar. Në inegzistencë e tutje. Nëse besimtari në pasojat e tij që kalkulon, a ka mundësi ndonjëherë me ikë asaj? Ja, s'ka mundësi me ikë. Prandaj ato janë dominante. Pasojat dominojnë mbi vendimarrjen e tij. Kjo që thot Ibn Qayyim rahimahullah. Vjen tash edhe e përmend çështjen e të kafshëllës në Europë. Subhanallah. Që kjo çështje është kohë aktive. Për shembull, nëse e merr
Merrni mac, kushtimisht. Mac me marr. Edhe vendos se dritarët katit 7. Ndërsa prej dritarës katit 8, apo me një pej, shojë një mish 3 metra larg saj apo. Para se me këthy me kap mishin, ka me shiku poshtë apo. Apo me instinkt në saj apo. Që i kalkulon pasojat natyrisht që Allah e ka bëvën. Nuk cen me kap mishin nëse s'është sigur në tokën ku ka marrë mas mishit apo. To shkencërisht e kam lexuar, apo që donë kanë konstatuar që disa kafsh. Disa nuk kalkulojnë kështu apo. Pse? Pse aftësin e kalkulimit të pasojave nuk e kanë zhvilluar apo. Edhe për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka si shembull apo. Kanë ka si shembull për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka një shembulli i juaj, është sigurisht shembulli atij që ka dhënë zjarrin edhe ka filluar më grumbullu flutura dhe insektet apo. E ai fillon, domthon ka insekte, ka flutura që zjarrin e shohin si dalje, jo hyrje apo. Apo andaj hin zjarri ata për me dalë, ata si më djeg. Po ata shohin si dritare për me dalë apo. Don pasoja që realisht janë ndryshe, ata i kanë kaluar komplet ndryshe apo. Prandaj ka do që janë që është mendelet si flutura apo. E Allah për ta çka thot? Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. U ka dalë tek Allahu xhallahu ta që hesab se kanë bë. Ata për çdo se kanë bë hesab, se kishin bë kurrë. Allahu na lut. Ja çdo hesab se kanë bë. Për që del çdo hesab i yomul qiyamah. S'na falet neve. E që ky dënim që çdo të shtabton ja hesab se kemi bë. E po ç'ka është apo? Ç'ka është atë? Këti ta ç'ka. Se ka kalkuar këto, se ka paranuar kështu. Pse të është? Merë, për shembull, prap, no, pasojat. Pse Allah u flet për pasojat e gjinave në Kur'an? Që aktivizu logjikën e cila ushqet nga mendja, jo nga epshi. Mendja që ushqet nga imani është mjaftueshëm faktor për me stopu njëri dhe me frenu punë të këqija, momentin kur e kupton çka i bën me bëj punë. Normal. Ndër kur Allah thot për kamatën, nëse s'naleni, fa adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Konsideroni të shpallur luftën mes juve dhe Allahut e pejgamberit, ka logjikisht një çfarë bën Allah këtë punë. Çka bën kështu? Çka bën? Prandaj veç të kalkulojnë çka çfarë. Ja sa komenu bashkë shtopën. Se ke menu, ardash menu, që kusht, ta ka pa Allah menu apo? Çka po të më shoh në shpjegim? Ti ka thënë pejgambert, ti ka zbrit libra, ti ka thënë lema, ti ka dhënë shpjegimet, ti ka dhënë kuptimet. Po të ka thonë që ma burr mos e bë këtë punë. Çka po të më shoh? Ku ke pas mendjen apo? Andaj banut e xhenemit kanë manku për çka? Për çka kanë manku? Leu kunna naqil. Ata kishin për të menin ma forë se s'na ka rrok shumë, se u ka rrok, jo s'keni dash mi u rrok, se me pa dash mi u rrok ma shumë, mi u kish rrok, po e kish bo problem për epshin, e s'keni dash me hinë konflikt me epshin, Allah akbar, që kjo është storja njërë dhe një keto, që kjo është komplet, veç, kur ke bo kalkulim, ti s'ke bo kalkulim me men, po ke bo kalkulim me kujt, e me kujt që shu delë, me kujt 2 bujnë 8, me kujt, a me men, e me legj, e me regula bujnë 4. Po ty me dal 4 sa ka kujt. Se pa kokon. Jo do të më dal me rit numrin. Ti ke rit numrin po so koral, a kon mashtrim. Ti ke pranuar me rrejt vetën tonë me rit cifrën atë. Për më joti kjo. Kam në minutë. Pe Allahu xhela wala ka mod nuk ka rritje. Yamhaqullahu riba. Allahu xhela wala e çrënjos keç ka fituar ta. Ai po të kallzon. Ti po të më fitu, po s'mundesh me fitu valla. Ose don lumturi me zina. Po s'mundesh Allah. Ka me konë porta e dënimit tënë, pa tjetër. Nga se e kemi mësu, po, është ligji Allahut azza wajal. Me qatë begati, që Allahut i bën gjuna, qaja begati shëndohet fatkeqësia dhe dhimbje. Rregull, apëtan. Njët merë rregull, prete për që atje ku, e ke prish rejnë adhën, që ati prete. Ja, mas prit me to për kësaj, se vjen për jasaj puni, absolutisht, ja. Ka me to për që ati ku ti e ke prish, apëtan. Që ati ku marrë, për shkak se begatin që Allah ta ka dhënë, e ke përmbys, e ke çpërdor. Prandaj vjen pej portave ku ti ke shkel atë. Prandaj bëj kamë Allah, vjen dhe ka thënë se çka do dunia atë. Me ngrit nivelin e vetdijes në a din ti për çka jetë.
tu shkrivu apo. Pa në për shkaj tu ti apo din apo. Logjikisht njëra bën ç't punon, logjikisht. Ai do të njëjë në dunjë, çka do njëjë apo. Për shkak se hupin jetën, hupin familjen, hupin shoqërinë, vallahi për shkak pa një kënaqësi që s'është kënaqësi edhe ai vetë din apo. Pse më nuk e bën kështu? Pse më fik menën, pse po prish menën tonë, po menën sa do të çto. Ti me men këtë punë se bën, vallahi me men se bën një këtë punë. Nuk e bën me men këtë punë. Me men se do të arsysh më. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah thot se njëri shpesh herë në kërkim të begatis shkon në dyrë të fatkeqësisë. Shpesh njeriu në përpjekje për me largu dhimbjen i sill vetë dhimbje më të mëdha apo. Pse? Pse nuk shikon që duhet vetëm pasojë Allah. Kjo i pasojë, kjo dunia apo. Prandaj thot hadha sha'nun qasara an-nadharu fi al-awaqib. Çështë të ka punë gjithmonë ai çelë domon ka shikim të mangët në pasojë, nuk shikon ti në fund, po ti në gjyst i shih pasojat. Thot Ibn Qayyim wa khassatu al-aql. Veçuria e mendjes, sigurisht çajt veçuria e mendjes. Me ditë me klasifiku ata që i dën, kanë më shumë, kanë më pak, sa më dashur. Me ditë me klasifiku dhimbjet, sa më pak sa më shumë. Edhe këtu është thot an-nadhru fi al-awaqib. Don funksionimi i dur i mendjes bëhet duke shikuar në pasojë. Në pasojë. Fa aqalu an-nas, thot më kaim, njëri më i mençur, jo me tituj, jo valla, me funksionim apo. Funksion i punon mendja këtij valla. Wallahi ki njerëz të vjetër që s'kan kryer shkollë, po i punon mendja rrafsh më shumë se 20 profesorë apo. Logjika i punon, i di milë sana apo, din me kuptu punë. Problemi është me martuar. I punon, funksion. Para të sokoj informata aja, i punon një 5 më shumë logjika apo. Do njerëz kanë informata që logjika i funksionon apo informata të 2% apo. Pas ke çert apo. Thotë më kaim rahimullah. Hot fa aqalu nas. Njëri më i mençur. Ati që i punon i funksionon mendja perfekt, kush është? Thot ai i cili pranon me jek dorë nga kënaqësitë e përkohshme për të fituar të përhershmet. Ç'kjo është i mëshme? Mi thonë apo don kënaqësi në sahat apo don kënaqësi në 100 sahat. Të më ditë se më marr Allah thot. Apo ç'në po kiçë? Apo don një që ka fund apo don që s'ka fund? Ç'në po kiçë? Kjo është pasojë atë. Kjo është përfundimi ku jam. Ç'ka është fundi? Ç'ka është ardhmja? Investimi në të ardhmen. Ç'ka është apo? Investimi në të ardhmen nesër u dek. Çfarë investimi në të ardhmen? Investimi në të ardhmen është tamam apo? Andaj për besimtarin dekat në vëllazër, ç'ka është deka për besimtarin? Është porta e suksesit apo? Po dhe. Çka ka thënë pejgamberi sa? Shikoni çfarë ditë thotë një. Allah kjo. Që e lexojmë nga di, po e kupton çfarë këta ditë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili kënon ajetul kursin me namazi, veç deka në alpi xheneti. Domthon unë do të shkoj në xhenet. Unë kur des domthon veç unë po do të më dekë, do të deka është portë e suksesit, nuk është portë e humbjes. Anë investimi në ardhmen është investim pas dekës. Çdo investim para dekës është humbje, se unë si des se marr me veti, çka kombon atë. A është logjik kjo? Çka është logjik? Çka është ata muslimanë me men punojnë. Ata që punë udhëzimet e Allahut xhallahu ose muslimanë tjerë që fatkeq me gjetë udhëzime pa të mendelet. Këto mësimi ka pa të punon për paradekës apo. Jo. Paradekës shfrytëzoja ka punë, ka angazhim. Edhe përdore paradekës sot vyn. Edhe kënaqë para sa ka hapësirë për më kënaq që nuk e rrezikon të ardhmen. A investimi real është në të ardhmen është mas dekës atë. Atje janë kënaqësitë, atje janë pushime. Këto tjera rregulla. Ande thotë Ibn Qayyim rahimullah. Ai thënë përpas i kësaj. Thotë dhe mendeleti më i madh, asfahul khalq, safi. Mendeleti më i madh është ai i cili domthon ai i cili e shet kënaqësinë e përhershme dhe kënaqësinë madhore që s'ka më të madhe se ajo. Thotë në të thënë s'ka asnjë mangësi për një që është e përkohshme, e shkurt dhe plot mangësi. Të nëzër, logjikshëm, njëri kur të merr dunjën me nën. A ka begati në dunjë që s'ka mangësi? Merë. Çfarë do bëgë? Çfarë bëgë?
Një begati s'ka mangësi. S'ka mundësi. Mangësit shfaqen, hala pa e marrë begatin. Që shfaqen? A ka me marrë. Kur të marrë, a me kry, a me frika, panikë, stresi. Mangësi, hala pa e marrë, aja prën stres. Kur të merë, ta shti hasedi tjerve. E pse njerëz bëjnë kështu, e pse këtë, veç qika që bënë mangësi. Pastaj plus asaj, lakmia që shtot. Pastaj plus asaj, vetë begatia i ka mangësi të veta. I ka mangësi të veta. Çfarë do kënaqësie dunja mëre, është që ka. Për shembull, për njërin nga kënaqësit më të mëdha në dunja çka është? Fëmiu. Apo për prindin, për një njeri, për një bab, një burr, një gru, për kënaqësi më të mëdha është me pa një fëmijë. Apo para vetë që është i tina vëllai. E thirr babë, thirr noni, nga ne keshe, për prindin çka ke dunja çto e ka. Apo ka thënë pejgamberi sa al-waladu, apo me jbanatun, me bakhalatun, me fkhara. Ka thënë pejgamberi sa fëmiu, apo ta sjell frikën apo. Do tuta që si ka pas pa fëmijë, tash ka që do ka rritet. Apo ka gjalla, se pa pasum tut që sot. Tash po tutna. Për shkel kush, për merr kush, për rrej kush, tut apo ke begatia që sjell tut. Apo. Me bkhale, edhe tash përpara Makedon, tash i kam do fëmijë, tash do të më bëj, apo ta ka sjellë, ta ka pruni vallë kooperacie, ta ka bëu më të shëngu fëmiu, apo. Normal. Edhe me fkhara. Edhe është realisht një lloj kanarie shpesh rekotave. Jo liam çadën, këta këtë bërzdin. Çu ku të ka provuar. Apo. Begatia, më e madhe çu ku të ka provuar, para mënat. E çfarë vol për tjerë atë? Në xhenet s'ka kështu. Ka tek që pitonon në begatin ka tek që është më e mirë se tetraona. Ka tek që. Ai mëçëm, halen që ta për ta. Valla kurse. Ama ku problemi? Kur çto s'funksionon apo. Kur mania i ka këtu në depo. I ka deponuar diku. Me bën nxjerrje të përveç pak se i kom lënë diku duke të dokumenta te ti nxirre. Ja. Këto me kon tavolinë gjithë. Çto kuptime gjithë tavolinë me kon. Jo në depo. Kur të vini nxirr. Ja. Ato tjerë lën depo. E problemi musliman është se kuptimet e ahiretit, të adhurimit, të përjetshmës i kanë depo. Kur duhet me kallzu ajna musliman ti nxirrën të kallzoj që po deklarim apo. Ama për jetë, për organizim, për kuptim, shikim pasoja, se kem këto, i kem të tjera dokumenta apo. Çfarë jem që shihem apo? Për çata se punojnë me dy por dokumenta. Dy por dokumenta. Një parë kanë me kallzu kur jam musliman, e një parë tani kur duhet merrnu apo. E s'ka kështu. Me falc, çata jeta jonë u bë falc. Jetojmë me dokumenta falc. Që kjo mënyrë që muslimanët janë kjo jetë falc. Kjo është jeta jonë. Na ardhmë me çdo standarde, na kthym në xhenet, na kthym në ahiret. Momentin kur na ham për dunja, ti dokumentin falc e ke apo. Ti në çet moment me manxhir le të njoftimin thon falc e ke, se çdo musliman zban. Dokumenti origjinal i jote është ai tjetri që ti ku me vetë ti çu thuap, që kjo dokumenti origjinal. Kjo është logjika që thotë vëllazë. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah thotë disa për dietarë kanë thonë se kam medituar rreth gjendjes së njerëzve të mëshëm. Jo gjithë për zakon, se telefoni është më studiu, se tu po fakta. Po rreth gjendjes edhe angazhimit dhe preokupimit të mëshëmve, të këtë mileteve, të këtë popujve, të feve, s'ma rëndsi. Po njerëz të mëshëm apo, çka synojnë në dunja? E ku thotë Ibn Qayyim rahimullah, edhe ky e ka bëu po thotë tjerë dietar. Thotë Ibn Qayyim rahimullah komenurat asoj rreth cili qëllim vrapoj njerëz të mëshëm. Hotë edhe gjatë ulimimit me selektime, me eliminime, këto angojnë poshtë, kjo gjithmonë ka një masaj. Hotë ku më konkludim se do kulmi final i përpjekjeve është, domethënë me hjek mërzin edhe me u shkarku nga problemet apo. Me kon rahat njëri apo. Po çata këtë e bujnë gjithmonë. E thotë më kemra, dikush mendon se kjo arrit të hongër. Të hongër, si të hanë, si të angit, s'ka problem, do të pi. Apo do të bëj këtë punë, Ama ç'te kanë qëllim ata ngrohtë? Ç'te ka? Na ai shikon pasojën që vëlla mos të kam dhimbje, mos të kam munime, mos të kam në depresion, mos të kam në stres, apo. E çka do të bëj? A bojna futboll lum. Shumë ka sa të gjysë të njerëz japin para fil. Kjo është përpjekje për me e largu ngarkesën. Domthon kaç investimi i madh më bën, të vëzë. Për çka që lidhes ka me jetën, kjo s'ka kuptimin e pasurisë se e shohin si pjesë të qëllimit të jetës apo. Jo,
nuk është pjesë e argëtimit të jetës. Jo, se me kon pjesë e argëtimit të jetës, kish me kon shumë më e lirë apo. Jo, shumë më e lirë. Por është pjesë e qëllimit të jetës. Hekja çata e ç'a bojmë na. A përshë të mos dhimbërnu pa këtë. Hekja që të thuj, hekja që ta, e qa me bone pa këta? E po të më honë, ti për qëta për nëndë më honë. Po ti nuk e din këtë punë, normal. Ama në sens të synem me largu stresin, mërzin, muni mirë, apo? Në munges të qëllimet të dura, ti e ke gjithë që të vetën. Okej, s'po thëmë kur gjë. Por hajde pa e testoj ma që kjo realiteti. E kuptan që në gjithë test, dhe më honë të duhur, përmbajtësor, nuk dhe qëtëm. Andë thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot fekultu, kur këmenu këtë punë, thot fekultu. Hadhe l-matlub, subhanallah. Thot, kjo kërkesa njerëzit meqëm, thot, gjithë më në koha ka një kërkesë me asaj, thot. A vëllan, kur së përfundan? Kur së përfundan? Shko një për shumë, do me u parë, me bo parë. Kur t'i ban parët, që do me bo tash? Do me një politikë. Me bo tash, po dhe me bo autoritet të ndikim. Të një me bo, kur së nanet, thot. Qa qëllim, se ka pas fillim. Jo, se ja ka nëzonë dilin një të qëketet. Si e ka kryqë ato, s'ka ka qëke. Hajtë të vërdim tutja. Mbredet vërdu shumë. I vetëmi qëllim, mas të qëllit, s'ka qëllim është Allahu të barë. Qajtë për mush, ajtë nginë. Ajtë ta mush jetën plët. Mas Allahu s'ki shka lipë më apëtën. Për shta, lumëturia reale është në kërkim të Allahu dhe levala. Gjdo kërkim tjetër, që nuk është Allahu fundi i kërkimit, është dështim apëtën. Thotë më kemi përvojën që i kanë marrë dietarë. Unë formulova me fjalë, por që kjo është konkluza përfundimtare, që kanë më kemi rënë. Thotë edhe madje thotë më kemi fatkeqësi është se shpeshherë njerëzit apo në atë që e kërkojnë lumturinë bëhet burimi i dështimit edhe i depresionit. Thotë nuk kam gjetë, lem era, nuk kam gjetë në të gjitha këto rrugë. Domethënë gjitha këto rrugë i kam hulumtuar, më kemi thotë këtë rrugë i kom hulumtu, i kom këshyri, i kom analizu, i kom mo, i kom hulumtu, edhe asë nuk e kom gjetë që të shpijen në qëllimin e kërkuar përveç asaj që shënë të ka Allahu Azza Allah akbar. Tash, njërë logikesh kur të mene që më, apo të me koni lumëtur. Po që Allah, që njerë që i kam përru këtë rrugë që apëthojnë, që këta që i kam përru këtë rrugë që apëthojnë. I binë kene që, që njerës miliardera që në konë. Miliardera të. Qëka ka thonë para se me dika? Qëka që ka thonë? Mere shemë. Këqyra ata që jenë bo miliardira, po në sevape, në punë mirë. Ata që ka thonë? Mere ju nga përvojët. Logikisht qyre, qysh i bjenë? E shë që, cilë në rrugë dhëtë me djekë? Cilat pasojë dhëtë me këqyra? Ku dhëtë me këqyrë? Që kja, ku ki me këqyrë te? Andaj që kjo është jetër në dhërë. Marja e vendimeve të duhra, duke pas një rritë mjaftueshme në kategorizimin e gjërave, edhe në kuptim të dashnisë, edhe në kuptim të refuzimit, edhe përdorimi i mendjes në shikim të pasojave deri në fundin e udhëtimit, jo në gjithë udhëtimit apo. Ja. Se në gjithë udhëtimit mund të më rapta. Ai që kam u thu Prishtinë Gjidde tash që do më qitë kjo lidhja, ai nuk bën me mot lëndën ndjekës në Istanbul. Ato ndeshtë e motë vallai këshëm, ja, s'kan sa të në Istanbul bjen ato. Me mot të gjende, të në fund atje. Të në fund me mot. Edhe atje në fund me pas hala, helbet mos ta bën musil në ikon me pas rezervat. Apo? Që ky mrin gjende. Ama ai që mot në Istanbul veç ato. Po ndeshtë e mota, për të tutje aty bes sumrova me mot 10 fundit jetën. E na me mot të në fund. Fundi ku është fundi 10. Fundi është që Allah thot wa inna ila rabbika al-muntaha. Tek Allahu tek Zoti është fundi. Që atje ku mrish, që atë zotë që ki me taku, qysh ki me taku Allah. A është i kënaqur me ty, as është i kënaqur me ty. Çaj është fundi Allah. Fundi është jeta për teme. A e ke ndërtu shtëpinë e fundit, a e ke rrezu shtëpinë e fundit. Çaj ke pasur shtëpi burr. Ku ke me hitë nesër, ku ke me shti kryt në herët e burra, ke ndrejtë shtëpia, ku ke me shku Allah. Që kjo është Allah. Njëri logjikshëm që to shikojmë. Prandaj thot Ibn Qayyim në fund përmbyll dhe thot fa inna salika hadha at-tariq subhanallah. Thot ai që ecën këtë rrugë, që rrugën që përmana duar, thot in fatahu hadhuhu min ad-dunya. Edhe nëse ik ndonjë hise për dunjas, çfarë kjo është konkluzë e rëndësishme. Thot udhëtari në këtë rrugë, me çto që përmend atë. Edhe nëse i ik diçka për dunjas,
nuk e vren për shkak të asaj që e ka rit në heret. Se vren që s'ka marr kurrë, se merr vesh këtë punë. Për shkak se ai që e ka marr ja bën mos mi pa mangësit këto apo. Apo thot wa in hasala li abdi, nëse e arrin ajretin këti ka marr. Nëse e mrin kënaqësinë Allah, këti ka marr apo. Kur gjëmongu si ka met apo. Thot nëse i humb që kjo, kur s'ka marr apo. Kjo është konkluza e dersit apo. Edhe në fund thotë më ka emër Allah, wa in dhafira bi hadhi min ad-dunya. Edhe atë hisë dunjos që e merr shumë më të shishme me ahiret sa ai që merr pa ahiret. Allahu akbar. Andaj njëri me ahiret edhe dunjon që e merr ka më të shishme, më të këndshme. Sa ai që merr pa ahiret apo. Subhanallahu. Na edhe në dunjar do ne më mirë sa ata apo. Wallahi, më këndshëm. Më lezetshëm, për shkak se ahireti jep shihet dunjas apo. Vallani, a ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një kokër e rrushit e xhenet me zbin në dunjo, ke dunja kishë më mëlsuar. Një pik ujë e zekumit në xhenem me zbrit në dunjo, këtë ujë i thënë. Këtë ujë në dunja i thënë. Një gru nga huriat e xhenetit me zbulu fytyrën nëse veç Allah më dhon iz, shiko dunjon, këtë dunjë e ndryshon, hub dilli mu, nuk ka dilli nga fytyra e saj, para nga çfarë bukurie. Aha. Pa ndër vëzë, pe atje ta ndryshon dunjon. Pe atje ta mëson dunjon atë. Pa dhe pe atje e ndryshon dunjon. Prandaj thot besimtari, thot Ibn Qayyim rahimahullah, edhe nëse e arrin dunjon këtë dunjë, arrin diçka besoj, e ka shumë më të shishme, më të këndshme se ajo që vjen pa këtë apo. Falaysa lil-abdi anfa, andaj për robën e mençur, rrugë më të sigurt, më dobishme se kjo nuk ka. Dhe kjo është dera e lumturisë edhe e suksesit, wa billahi tawfiq, e ndort Allahut është e këtë suksesi apo. Çka është në vëllazër rrugtimi i formimit, i forcimit komplet, e që ka hala muhabet me në kazu Ibn Qayyim rahimahullah, tutje, por për sot ishte kjo është temën. Allahu na i forcof zemrat me iman, Allahu na i ndriçof mendjet me kuptu që duhet me i pa pasojat, e me i pa gjërat si duhet, e me ditë me bëu klasifikim, kanë duhet me dasht, e sa duhet me dasht, e çush me dasht, edhe kundërta që me mujt jeta me qenë e organizume, edhe e orientume që duhet. Allahu i shpërbleft me kaq po i dha fund. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.